Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi të premten se ndryshimi i regjimit në Iran do të ishte gjëja më e mirë që mund të ndodhte, në një kohë kur administrata e tij po shqyrton nëse të ndërmarrë aksione ushtarake ndaj Teheranit. Deklaratat erdhën pak pasi Trump kishte konfirmuar se po dërgonte luftanijen e dytë në lindjen e mesme dhe pasi kishte mbajtur një fjalim përpara trupave ushtarake në bazën Fort Bragg në Karolinën e Veriut. Mendoj se ndryshimi do të ishte gjëja më e mirë që mund të ndodhte, por 47 vjet ka pasur vetëm fjalë dhe fjalë, tha Trump. Edhe pse në javët e fundit kishte thënë se reduktimi i programit bërthamor iranian ishte objektivi i tij kryesor, presidenti la të nënkuptojë se ky është një nga shumë koncesionet që Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga Republika Islamike. Gjatë vizitës së tij në Washington më herët gjatë javës, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu insistoi se çdo marrëveshje duhet të përfshijë masat për të ndalur mbështetjen që Irani u ofron grupeve militante si Hamas dhe Hezbollah dhe për të neutralizuar programin tjetër të tij për raketat balistike. Nëse e bëjmë këto do të ishte më e pakta e misionit ton, tha Trump lidhur me programin bërthamor që pësoi hapa pas vitin e kaluar pas sulmit ajror amerikan.